Civil Media. Почитувани организатори и учесници на конференцијата за избор. Të nderuar organizator, pjesëmarrës të konferencës për reforma zgjedhore, perspektivat e zgjedhjeve të Maqedonisë. Këndër të veçantë që më është dhënë mundësia që drejtojmë dhe të përshëndes punën tuaj në konferencën tuaj. Jam I bindur që nga kontributi juaj do të rezultojnë në udhëzime konstruktive për kornizën ligjore dhe institucionale për sistemin zgjedhor në bazë transparente dhe inkluzive. Të jeni të sigurt që unë si kryeministër dhe qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me vëmendjen më të madhe do të ndjekim dhe analizojmë konstatimet të cilat do të vinë nga ju. Për këtë na obligojnë edhe rekomandimet OSBE dhe ODIHR-s dhe të Komisionit të Venecias që për këtë temë ishin në drejtim të hapjes së debatit që përfshirës. Dëshmi për përpjekjet tona të inkorporojnë sa më shumë zgjidhje demokratike në sistemin zgjedhor është edhe bashkëpunimi jonë me sektorin qytetar dhe me bashkësinë ndërkombëtare për çka jemi edhe mirënjohës në përkrahjen e tyre të madhe financiare dhe teknike për këto procese. Që këto procese të jenë vërtet të suksesshme, të gjitha partitë që janë në kuvend duhet të demonstrojnë gatishmëri në këtë reforma, të marrin pjesë në këtë reforma. Është I rëndësishëm edhe zëri I partive të vogla jashtë parlamentit. Çdo mendim konstruktiv dhe zë konstruktiv duhet të dëgjohet. Sigurisht çdo herë jemi të hapur për dialog në favor të demokratizimit maksimal të proceseve zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nëpërmjet debatit dhe analizave të përzgjedhim udhëzimet më të mira për model dhe zgjidhje ligjore të cilat do jenë më të përshtatshme për mjedisin ton për të përforcuar demokracinë parlamentare me përfaqësues të popullit të cilat do t'i përfaqësojnë interesat e basive të ndryshme në shtetin ton. Zëri I qytetarit është palca e demokracisë, ndërkohë që pjesëmarrja e qytetarëve në miratimin e vendimeve realizohet nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur në zgjedhje. Së këtejmi është e rëndësishme zgjedhja të jetë sa më reprezentative dhe rrethësisht në petim e vullnetin e qytetarëve. Edhe një herë ju përgëzoj për organizimin e konferencës dhe ju dëshiroj pjesëmarrje të suksesshme dhe të frytshme për gjithë të pranishmit. Civil Media.